Kom pas smuje dhe jo madh, më ka bëj lasë bënja. Edhe me sy, ku pas problem, nuk kom pa mirë. E me gjithë se i kam edhe syzat, po kur të vik këto, nuk i baj, voziti pa syza. Për çka e ke vendosur këtë lloçin e Po dobërçanit? mas shumë të kom vendosur për akne. Këtu mu ka dali laçi. Ma shumë Këtu vinë njerëzit për gjitha smujat, po sidomos për rëhun për smujt likurës, as në Evropë nuk ekziston smuj me shërim ma të forë se banja e Dobërçanit. Hajde në bajën e Dobërçanit se po ja pa ishi hajrin. Jemi në qytetin e Gjilanit, përkatësisht në fshatin Dobërçan. Këtu ku po e shihni prapa me është pishina me ujin mjaft shërues të këtij fshati, i cili buron prej nën toke, e me sa duket është mjaft shërues për personat që kanë probleme me lukth e sidomos me sy e lkur. Unë kam dashur me marrë me bisedu me pronarin e kësaj banje, i cili e menaxhon Nexhati Bishin, edhe me na fol pak më shumë se çka shëron edhe që pse duhet njerëzit me ardhë këtë banjë, kaq bekume që thonë. Hajde edhe flasim bashkë me ta. Nexhat, faleminderit shumë që pranove me bisedu pak me neve dhe me na tregu pak a shumë për të mirat e kësaj baje këtu. Fillimisht apo më kallëzon për çka është kjo baje? Çka shëron kjo baje? Përshëndetje. Mirë se keni ardhur. Faleminderit. Pa paralajmërim, po s'ka lidhje, për shkak. Të mirat e kësaj baje janë të shumta, por si veti karakteristika është shërimi i smundjeve të lkurës. Infeksionet ndryshme, alergjit ndryshme, psoriaz, zhuk, puçrat ndryshme. Unë nuk jam ekspert i kësaj lamje, veç e di domosdoshmë që i shëron thuajse 100%. Unë kam dëgjuar shumë që vinë edhe për problemet e syve këto. Për persona që kanë probleme me sy, a din ndaj rast specifik që ka ardhur ndoshta me shikim pak ma dopt ose diçka edhe që kur ka dalë prej bajës mas trajtimit këto ka qenë gjithçka në rregull me ta? Po, kena rast specifik, është tash këtu në vizit, po besoj ndoshta është në atë pjesën e tonë, nuk e di se kum pa, është prej Turqie, një vajzë e vogël e cila ka pas thuajse të humbur shikimin, tash sheh mirë, domethënë është thuajse 100%. Apo më kallëzon pak për kushtet e bajës, këtu po më duket e paske edhe me dhoma. Po tash kem filluar edhe me dhoma, se deri mas pandemisë, ama nuk kena pas dhoma, mas pandemisë kem filluar edhe me dhoma. Kushtet janë të mira, të favorshme, nuk janë çmime të larta, janë të përballueshme, thuajse për çdo qytetar. Kena klientë domethënë për gjitha trojeve, po thamë edhe jashtë territorit të Kosovës, kështu që gjithçka është. Unë çto pisha dy pishina, kjo po këto po get për mashkull e tjetra për femra, apo? E kjo pishina këto që qenë? Kjo është pishina e vjetër, lloçi ku e quajnë lloçi, gratë dhe burrat e frekuentojnë gjatë tan ditës, domethënë kanë me orar caktuar, një orë kanë gratë, një orë burra, kështu që deri mbrëmje, deri në ora 5 është funksionale. Lloçin e përdorin më shumë për rehum, dhe po besoj që i ka dhe lloçi karakteristikat e veta. Sa është e rekomandueshme kur një person kur vjen baj këto me nejt? Sa det ose Tash e rekomandueshme prej ekspertëve të kësaj lamie është 7 ditë deri në 10 ditë, dikush qëndron edhe më gjatë, por sido që të jetë varet prej kushteve të njerëzve që shikojnë. çfarë apeli e kishe bërë për këtë njerëzit që nuk dinë për këtë baj? Po apeli im, po besoj ndoshta nuk vëzte të gjithë, po unë i kisha apelu të gjithë ata që kanë probleme të ndryshme me lëkurë, me rehum, me pamje të syrit, me dioptri, pëlhur të syrit, është mirë me ardhë me vizitu edhe po besoj që kanë me gjetë shërim. Marët, më tha që kjo pjesa qëto është uji baja e parë këtë në herë që kanë ardhur. Po, baja domethënë burimi i vjetër ku përdoret prap i njëjti burim, më shumë e përdorin lloçin, ose thuajse bal qysh dush. Aty del uji, aty buron, faktikisht aty edhe krijohet ai lloç, derdhet në lumë dhe pastaj vazhdon tutje deri në. Sa gradë është uji këtu poshtë? 28 gradë temperaturë uji. Domethënë edhe gjatë dimrit Është komod, domethënë hyn edhe gjatë dimrit, vetëm se jashtë është pak problem të na me qëndru, duhet me pas ndaj qebe ose diçka me. Mira, shkojnë edhe te pjesa tjetër. Hajde shkojmë. Vazhdojmë sa po. Apo më tregon prej kahit je? Unë jam prej komunës Kamenicës, jetoj për moment jam mustafer, jam në Gjermani, më për artën pushim. Sa shpesh vjen këtë bajnë? Këto ku që 10 viteve, ku pas probleme me gjojë këto, ku pas me sy, ku pas probleme me pjesë të durës. Me lëkura? Po, këto veç e një 10 vjet, edhe s'kom pas probleme, është i kanë hjekën këto. Është në bojë rregull të shërueshme. Pranarët e kësaj janë shumë i pritë mustafer të mirë, ushqimi është i mirë,
Jeta është e mirë, pastërtia na vjen neve. Sa ditë është renti zakonisht për diçka? Po rregullisht në 10 ditë vi, ka thënë kum ku 2 javë 3 se rrim pushim. Tu në Irlandi jetojmë në shtëpi. A ke vrejt për mirësim që ta e kum pas Po, problem me po, gjë? s'kam problem kur më. Edhe me sy, ku pas problem, nuk kum pa mirë. Me gjithë se i kam edhe syzat, po kur të vi këto, nuk i baj. Voziti pas syza. Normal do të i baj se unë i kam mjekut me Gjermanisë. Po këto është ori pastër, këtë gjitha edhe mirë. Vetëm pastërtia na vjen pa me mojt na. Pastërtinë e mojt njerëz. Nuk mund ta prononi restoran me tonë ty, mos e edhe të ndër dy shef ç'a boj. Po. Na vin të pinë do, ne gjujnë cigare, po është më palë shprehje brek një qesën e për ujë. Çka s'bën, na bojmë të. E për ndryshë është një bojë është e rrugshme shumë. Edhe niveli i pastërtisë që ka nivel prej anës pronarëve. Pranoj rregullisht ndjeshton kontrolin, që gjithmonë përpara mustafirëve këtu janë. Po na nuk janë njerëz të njëjtë. Durt me lëçi, thonë, me bajt, apo në kallëzën për çfarë arsye i ke ly durt? Kum pas smuje dhe ju marrë, më ka bëj las bëja. Çfarë smuje Që ke? 3 vjet më kanë thonë për mi bë operacion tu Pse? gojt. Se ka thonë të ka hangër ashti. Po. Edhe kum desht me bë operacion, po një qështu një marrë në banjë që 3 vjetë rregullisht vi, edhe që ki 4 vjetë, nësë ka po lezë me shku të mjeki, ka njëherë kërë më dhemshin që shtu i laqet, veç pështova njëherë për operacion. Do me thonë, boja do bërçonit, Banja dë bërçanit më ka shnosh. edhe hajrin ja ke pa dhe qësoj bajtës Po, për po, lysha? që, edhe kur servi, lyna, po s'mu i vetë, unë me vetë muna, adhe në një, nuk mu i vetë, po që i kam shoqet kajtë unë, që qikat i kam kretë. Ajo, ju kështë thonë krejt personave që kanë problem? Kretë, kush ka dhimt, është për shtypje, është për që gërç për kretë, për fije, ta ne kum posën e kajtë. Ti ka shëru, a? Nuk ka shërë. Dhe sot, mirë A ju jame. që bo thirje krejtve me orë? Krejtve ju kum bo thire, kush unë ka vetë, ku po shkan, shka po bën, qysh jesh nosh, të bëja do bërqa. Faleminderit shumë. Në fillim, s'kum po shrem kur më orë, po që ati, ke përshe njeri, qësh. Përshëndetje, a jeni mirë, qysh jani? Unë jam gazetare, apo më kallëzoni që sa ditë jeni orë të mboj edhe për shka keni orë? Vallaj si efte i na orë dhe i na orë për uje, për leqe, për Prej tënë. kajt po na veni? Na shtime si. Sa grup që ka kanë. Unë krejt. A keni të shut po? Përshëndetje, a jeni mirë, qysh jani? Unë jam gazetare, apo më kallëzoni që sa ditë jeni orë të mboj edhe për çka keni orë? Vallaj si efte i na orë dhe i na orë për uje, për leqe, për Prej tënë. kajt po na veni? Na shtime si. Prej shtimës, qysh keni për këtë baj këto? Vallaj me ta thot drejten, këna ndërgju që një luft kërë konë një koli e kanë lënë turqët. Tu shku për pjetë dhe qaj koli, u ko shumë i lëdhë. E kanë kryja ta betejen atje, kajnë këthyje, qaja brigada, që kanë qenë ata, se gojdhone, këtu se dim si bashkë sigurt. E kanë gjithë qatë koli që ka përmirësu, ka pi ujt i kënë kësajt pori edhe, ka përmirësu, rregullu. Ti kjo arë për vete, a? Ja, unë e kom pru haxhien, e kom pru haxhien. Prej çkajt po anë kanë këtë? Po i tonë 85 vjetë këvic, Që sa ditë i të e pru? ja sëtë sefte. A i shala i konajrë që thojnë. Inshallah po shi. Jo, a jeni? Prej Unë kajt jam- jeni? I dëbërçanit. I Dobërçanit. Mas je i Dobërçanit e dim pak a shumë, ki ma shumë njëri për këtë baj. Po. Apo më kallëzon për çka vi njerëzit ma shumë këtu? Tu vi njerëzit për gjitha smujat, po sidomos për rëun po, për smujt likurës, as në Evropë nuk ekziston smuj me shërim ma të forë se baja Dobërçanit. Sidomos për syt, edhe pjesë trupit që ki kroje, diçka, varra, diçka që është I shëron. i shëron. A Se dina i këto, rast, në rast konkret, se unë kom punu në arsim një 4-15 vite, në Strezovës të Kamenicës. Edhe një në zonëse e jamja, i ronë flokët, në moshën 4-15 vjeqare, edhe e qunë në spitalin ushtarak në Beograd. E majtën 2-3 javë ditë edhe kur farë
Përmirësimi nuk pat. E tash, a u konaj mjek, dikush i ka thonë që jetë një mjek nish, a i ka me të kalzu. A u koni kojit, a u koni lindën atjo, tash nuk petive qaj mjek, i ka thonë mos shko në për mjekësi, kur kom për shko në bojt dëbërçanit. Se në shërim më të fort për smuj të likurës nuk ekziston as në Evropë. Masi që ka ardha e qika këto E shëru? kur ka ardha ajo qika këtu, ardhë drejt të shpia jame, ka bujt e babën e vetë, se 4-15 vjeqare o konë. Edhe orën këtë boj ka nejtën një 10 dit. Ka filluën pak ajo ngjyra me ju, se kryt në vjesht ka që kjo ko, apet të ardhen, në pranë verë, flokët i kanë mërit në fund shpinës. E ka shëru, a? Po ka shërë. Jena të komunës Bojanovsit, Kjo, fshati Breznicë. Sa shpesh vjen këtu te boja dëbërçanit? Po nuk u marrë qash shpesh, së më ka ardhë rastin Për e çka ardhë. ta kanë livdu këtë boj ma shumë? Po për gjithë shka, për sy, për barra, për shumë lloje smundje. A ke mujt me vrit në ndryshim për që je ardhë, ose edhe herave tjera ku ke ardhë? Jo, unë tash, pi vitit kalum, jo me lëndum që të në kra dhe guni tash ka fillu me mëllinte që ata ju marrë me provu. Prek ju marrë që 2 dita e... Apo më kallzon për kajt ke ardhë? Për Gjilani. Ka të pjesën alë. Për çka e ke vendosë këtë loqen e do Po mas shumë të kom vendosë për akne. A për- është shërus për akne, a? Po besoj që po, se jem të ardhë hera parë. Edhe besoj që kam e pas një farë. Që sa Përmirësimi. ditë ke ardhë këtu? Well, ja kom nis për djeshit. A ke mujt me vrit në afar ndryshimi dhe shka? Pak diçka e vrejt amas një ore, po besoj që kam o vrejt edhe ditëve tjera. Aja u kështë rekomandu krejt njerëzve të cilët kanë probleme me lëkur me ardhë? Po ai që dojnë për shembull me ardhë me e kakna të shmirë. Prej kajt po vjen? Prej Tërnovcit. Prej Po, Presheve? pa Lugina. Apo më kallzon, qysh keni për këtë boj edhe ata kanë livdu, për shka ta kanë livdu? Kejt për koca, për si, për krejt. Sa ditë ki venajt? Po një javë, Që sa ditë ke ardhë? që 3 dit. A ke mujt me vrejt në afar ndryshimi? Vallahi s'disha me thonë njëherë, hala, se po më dha me këtë kocët. E ka dha kot, po. Si, këpëdin, hajde ditën e Halo një. Shmir. Përçan, Shkupit ka marrë dëbërçan, po jetoj në Gjermani. qysh keni mas pari për këtë boj Unë këtu? sefte kër ku marrë këtë bajë, më ka pru dhondëri. Se s'ku mujtë më që me hicë me kampë, ku me qëtrat, më ka pru me kërë tjeri këtu. Si ku marrë parën ditë, ku mi mrena këtu në bajë, ditë mi nere ku Vrit ndryshe. vrejtit se ndryshe se ku me hicë mi nere, kom shku mirë të shpe. Aba kjo bajë në me është e mirë, për tana smujët është e mirë, edhe që 9 vjetë se di vëlla sa i ka që viju në këtu. është me e mirë se kjo bajë në mes ka, si për loqë, si për ujë, i pasër, i paqë si mrena, si jashtë, edhe me haje me Kur të vish tje. këtu, sa ditë rren? Unë që 16 ditë jam qëtu. Që kësi huvna i ku po 16, qërë herë i ku po 10 ditë gjatë ka 10. Edhe gjatë vi këtu. Aja u kështë rekomandu krejt njerëzve. Këtë vëlla njerëz e kisha thonë, ma mirë hajdi qëtu, se do boja që jam koni i kom prevu vetë, s'm ka bo kur gjo. Bash hiq. Që sa vjet vjen këtu në boj? E 9 vjetë si vjetë. Për çka vjen më Rregullisht. shpesh? Po tybe për të në gjëmën, se natë mëshmit jemi për amatizit, për të në jemi. Për çka ke Është gjithë boj. i lash këtu ti për vete? Kom gjithë se mas pori mu ka marrë dëra, kur i marrë sefte më ka përvullohë jem, mu ka pas marrë dëra s'mysha me shleru gishtet. Boj matë mirë se që ta kun s'ki me gjithë. Edhe për sy, edhe për ramatiz, edhe për kret. Edhe për likur nëse s'ka. Për kret. O e mirë që smuja nuk në gjitët qëtu. Qëtë e pore, Që bokit njerëzve që s'dim për këtë boj. apelja u kësha bo më sep një pore tjetër kun, pos qëtu. Ashtë shrajt? Ju, për menimin tem, ju. Është poster, është një nivel ma pastërsi se këtu së gjanë kërkon. E mu nuk metet mi u thonë gjatë tjetër, përveç mi u lutë gjithë atyne që kanë probleme shëndetësore me sy, lëkur, lukth, e të tjerë, hajdin bajen e Dobërçanit se po ja pa ishi hajrin.